Po, aktualisht nuk kemi një emër konkret për të cilin e dim se ka mbështetje të plot për të vazhduar me votimin gjithsesi sigurimin e 80 votave të nevojshme për votimin e presidentit, por natyrisht kryeministri Kurti do të vazhdojë diskutimet me të gjithë ata që mund të ndikojnë në këtë proces, në radhë të parë pra me kryetarët e partive, me deputetët, me grupet, në mënyrë që të sigurohemi që deri me datën 5, kur ne duhet të kemi të zgjedhur presidentin ose presidenten e vendit, të kemi së paku 80 deputetë të cilët do të qëndrojnë në sallë, e më mira do të ishte që edhe të marrin pjesë në votim e të përfundohet me votimin e kandidatit i cili do të ishte përfaqësues i të gjitha subjekteve që marrin pjesë në votim. Nuk përmenda specifikisht nga partia jonë, tash përgjithsisht, ju e dini që në zgjedhjet e vitit 2021, kur ne kemi garuar në atë kohë në aleancë, si do me thënë bashkë me partin Guxha edhe me Alternativën, ne edhe gjatë gjithë fushatës zgjedhore e kemi përmendur që kandidojmë gjithsesi kërkojmë besimin e qytetarëve për kryetarin tonë të lëvizjes, zotin Albin Kurti për kryeministër, ndërkohë që për zonjën Osmani për presidente. Kemi përmendur disa herë edhe gjatë fushatës, dhe ky nuk është rasti tani në zgjedhjet e fundit të vitit 2025. Në zgjedhje kemi garuar me kërkesën e votës për kryeministrin Kurti dhe për lëvizjen vetëvendosje bashkë me partnerët e saj për qeverisje. Që nënkupton që për zgjedhjen e presidentit, presidentes, duhet të ketë diskutime që besoj që do të jenë shumë intensive në këto ditë të mbetura, që ta përmbyllim suksesshëm edhe zgjedhjen e presidentit, presidentes deri me 4 mars.